Recete shpejt për mëngjes ose drekë të shijshme dhe ekonomike. Si fillim do na duhen 3 patate mesatare, të cilat siç e shikoni kam prerë në forma kubike. Pasi kemi prerë patatet, do t'i skuqim me pak vaj. Vazhdojmë t'i skuqim në temperaturë mesatare. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'i lejmë derisa patatet të jenë zbutur plotësisht. Pasi patatet janë zbutur, do të hedhim 3 domate. Unë në këtë rast nuk e kam hequr lëkuar, por nëse dëshironi mund t'ja hiqni. Do vazhdojmë t'i përzijem pak. Do të hedhim krip, piper të kuq, piper të zi dhe pak rigon. Do vazhdojmë t'i përzijem. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'i lejmë për 5 deri në 10 minuta në temperaturë mesatare. Më pas do t'i hedhim 3 vezë, tek vezët do t'i hedhim pak krip, do t'i rrahim mirë, dhe do t'i hedhim vezët e rrahura sipër. Do t'i vendosim përsëri kapakun dhe do t'a lejmë për 5 minuta derisa vezat të fillojnë të mpikset. Më pas do t'i hedhim djathë kaçkavall. Pak piper të kuq sipër që djathi të marrë ngjyrë të bukur pasi t'i shkrirë dhe do t'i vendosim përsëri kapakun derisa djathi të shkrihet plotësisht. Tashmë siç e shikoni, djathi është shkrirë, do t'i hedhim pak majdanos sipas dëshirës. Dhe e kemi gati, do ta lejmë të ftohet pak dhe do ta shërbejmë në pjatë. Siç ju thash, është një recetë shpejtë, ekonomike, nuk ka nevojë për shumë përbërës dhe del me të vërtetë shumë e shijshme. Nëse e provoni, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.